tjetër, problemi tjetër padyshim është kriminaliteti, kriminaliteti ku kjo qeveri me narkotrafikun ka promovuar kriminalitetin, ka futur në parlament, ke deputet të cilët nuk arrin dot të justifikojnë votat e tyre, sepse janë mbështetur nga banda dhe grupe kriminale, ke pasur gjithashtu drejtues të këtyre grupeve, koordinator të këtyre grupeve, qoftë edhe në aferën, mega aferën e Akshit, ku Gysa Agasi, koordinatori i krimit organizuar, ishte ai që vendoste për çdo tender, edhe për çdo aferë korruptive, dhe padyshim që kjo tashmë është një nga që duhet bëj realisht shteti shqiptar. Mos harrojmë zgjedhjet, përmenden zgjedhjet dhe përmenden disa momente, përmenden patronazhistët, për herë të parë në një raport të Bashkimit Evropian, sistemi patronazhimit, fakti i përdorimit të administratës publike, resurseve shtetërore në funksion të zgjedhjeve dhe fakti që Shqipëria ende nuk ka zgjedhje të lira dhe ndershme sipas standardit evropian. Gjithashtu ka detyra specifike për shfuqizim ligje, shfuqizimi ligjeve për investime strategjike, i cili u miratuan